Çdo gjë që vepron në jetë ka pasoja. Ka pasoja të mira e pasoja të këqija. E imani yt, besimi yt në Allahun, veprat e tua, bindja jote ndaj Allahut, ka pasoja vetëm të mira. Besimi yt në Allahun të shton bindjen. Besimi yt në Allahun të jep shëndet mendor, të jep të mira të dunjas, të jep forcë në jetën tënde, të forcon në të i kalimin e pengesave në jetë, të jep forcë që të jesh besimtar i mirë. Besimi në Allahun është çdo e mirë në këtë dunja dhe në ahiret.